Ju kthehemi sërish festave të nëntorit. Me rastin e festës 22 nëntorit, mbrëm në Qendrën për Kulturë në Gostivar u mbajt premiera e komedisë me regji të Visar Vishkës, Veshkët e mia. Detajet i sjell kronika në vazhdim. Do mbledhe shumë që do të pikoj buli, sepse do të merren masa për haxhimit. Dashamirët e artit skenik patën rastin të jenë të pranishëm në shfaqjen e premierës së komedisë Zez o Veshkët e mia në regji të Visar Vishkës, e cila u mbajt në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Ashtu siç u paralajmërua paraprakisht përmbajtja e komedisë tërhoqi vëmendjen e publikut deri në momentet e fundit, duke u shoqëruar me duar trokiqet e forta në momentet e caktuara. Regjisori i shfaqjes Visar Vishka u shpreh kënaqur edhe nga paraqitja e personazheve në skenë, por edhe nga prania dhe mbështetja e publikut. Nga aktorët sot ishin briljant. Kemi punuar shumë shpejt dhe aktorët i kam byt. Ta në kohën e pravave, duke renditur të shishe, duke i ngjitur, duke bërë skenografi, duke bërë këtë ata. Kështu që sot kur e patëm provën, herë parë, sot e kishim provën për fillimit deri në fund, edhe të mund të isha se si janë përgatitur dhe kur i pash sot se provën para shfaqjes tash, tamam, e kemi shfaqje. Në fund shfaqjes besoni ajo më një pikë loti më dul. Edhe pse komedi nga gjithë kjo mesazhi që i jep. Kështu që briljant është, briljant. Më kanë kënaqur. Pjesëmarrja e publikut? Pjesëmarrja ishte fenomenale, ishte publik shumë i mirë, reagoi në momente që i dhe pritshë, që nuk ndodhen shpesh. Ndodhen komedi sa në momente ku nuk i pret ata qeshin, atje ku pret nuk qeshin. Sot doli që e njoh Gostivarin, që me të vërtet u di se ku do qeshin e di atje fillimisht. Njëri nga protagonistët e shfaqjes ishte dhe aktori Berat Saliu, i cili luante rolin e Bulit, një varfanjaku të talentuar, i cili kundërshtoi thurimin e Veshkës, pasi kuptoi se njeriu i paraqitur si bamirës në jetën e tyre në fakt ishte një manipulues që bënte tregti me organet njerëzore. Saliu shpreh të jetë i kënaqur nga mbështetja e publikut gostivaras. Pikës parë do të falenderoj publikun për përkrahjen që na ka dhënë dhe na jep vazhdimisht. Thënë siç e pati dhe ju, kishim një publik të zgjedhur dhe mendoj se e pritëm mirë shfaqjen. Nga ana tjetër edhe ne mendojmë se mundin tonë të thuaj se këtë shfaqje kemi punuar gati se 3 muaj dhe dolëm të kënaqet, siç e pati dhe ju vetë. Më thonë ishte loja jonë e parezervuar, kështu që mendoj se e dha maksimumin, tash përshtypjet mbeten të jap vetë publiku. I kënaqur u nda edhe protagonisti tjetër i shfaqjes, aktori Argjend Hasani. Ishte ky ai që u detyrua të dhuroj Veshkën, pasi momenti i imponoi. Sonte edhe njerë shoqata fishte edhe qytetarët e Gostivarit edhe spektatorët që ishin prezent në sallë dëshmuan se e duan teatrin, prandaj edhe ne si shoqat edhe si aktor, si grup, nuk do të ndalemi këtu, ne gjithmonë do të bëjmë prurje të reja në qytetin tonë, do të tregojmë sa më shumë profesionalizëm dhe në çdo vit duke u rritur do të prezentojmë qytetin tonë me shfaqjet tona jo vetëm në Maqedoni, po në gjithë Evropën ndoshta. Regjisori Vishka theksoi se piknisja e komedisë ishte Gostivari, duke paralajmëruar se komedia tani më po përkthehet edhe në gjuhë tjera dhe se shumë shpejt do të udhëtonte në vende të ndryshme brenda Maqedonisë, shteteve ballkanike dhe Evropës. Të shfaqjem veç komunista ta përkthej edhe në gjuhë tjera, kështu që të mund ta edhe njerëzit që nuk e njohin shqipen, domethënë ta lexojnë tekstin edhe ta shohin shfaqjen, ashtu si bën gjithë shfaqjet e huaja. Kështu që veç ende pa më mbaruar shfaqjen, unë kam pasur nga plot selektor, duke njohur punën time, duke besuar në kualitetin që do ta bën që ta paraqesën për festivale. Kështu që me siguri tash pas kësaj që pas sonte besoj që do shëtit shumë kjo shfaqje. Realizimi i komedisë u financua nga Ministria e Kulturës me realizim të shoqatës kulturore Fishta. Jo, kujton gjëra. Krahas aktorëve Argjend Hasani dhe Berat Saliu, me rolin e vet u paraqit edhe aktori tjetër gostivaras, Emre Tosuni.